Tempulli i Herodit nuk ishte thjesht një vend i shenjtë, ishte një ndërtim aq madhështor saqë vizitorët thonin se nuk kishin parë kur diçka të ngjashme mbi tokë. Arë që shkëlqente në lindjen e diellit, priftërinë në rituale sekrete dhe zona ku pak njerëz kishin leje të hynin. Por pas bukurisë mbresëlënëse ekzistonin tensione politik dhe një fat tragjik që shumë e injorojnë. Sot do të hymë në tempullin e Herodit sikur të ishim atje duke zbuluar se si ishte brenda, çfarë ndodhte në korridoret e tij dhe pse shkatërimi i tij shënoi përgjithmonë historinë biblike. Regjistrohuni, aktivizoni zilen dhe qëndroni deri në fund sepse disa zbulime mund të ndryshojnë plotësisht vizionin tuaj mbi tempullin më të famshëm të historisë. Sui ishte tempulli i Herodit brenda, pse ai konsideroheshin sui mrekullia e tetë e botës. Imagjinoni të arrini në Jeruzalem pas javësh udhëtimi nëpër shkretë të tir. Ju ngjiteni në kodrën e fundit të raskapitur të mbuluar me pluhur. Dhe pastaj, pa pritmas, sytë tuaj ndalojnë. Një mal me gur të bardhë dhe arë shpërthen kundër qiellit blu, duke pasqyruar diellin me aq intensitet saqë ju duhet të mbroni fytyrën. Nuk është mirazh. Është reale. Është tempulli i Herodit dhe asgjë që keni parë më parë në jetë nuk ju ka përgatitur për atë. Historiani Flavio Josefi, i cili e njohu tempullin personalisht para shkatërimit të tij, la të regjistruar diçka që vizitorët e përsëritnin mes tyre. Kush nuk ka parë tempullin e Herodit, nuk ka parë kur një ndërtim vërtet madhështor. Nuk ishte egzagerim. Ishte konstatim. Ndërtesa që ngrihej mbi malin Moria kombinonte për masa të pamundura me punime që sfidonin çdo standard të njohur në antikitet. Udhëtarët që vinin nga Roma, Aleksandria, Athina, qytete të mësuara me monumente madhështore, mbeteshin në heshtje para atij vizioni. Disa qanin. Të tjerët thjesht nuk gjenin fjalë. Por si lindi një ndërtim i tillë në zemër të një province të vogël të perandorisë romake? Dhe pse u ngrit pikërisht nga një mbret që vetë populli i tij e përbuste? Përgjigjja fillon me një njeri të quajtur Herod. Nuk ishte hebre me gjak të pastër. Rrifte nga Idumenjt, një popull fqinj që ishte detyruar të kthehej në judaizëm vetëm një brez më parë. Për elitën fetare të Jeruzalemit, kjo e bënte atë një të huaj në fron. Një uzurpator. Roma e kishte vendosur atje dhe Roma e mbante në pushtet. Herodi e dinte se qeveriste një popull që e refuzonte. Dhe vendosi ta ndryshonte këtë në të vetmen mënyrë që njihte, duke ndërtuar. Në vitin 20 para Krishtit, Herodi thiri popullin për të njoftuar projektin e tij. Donte të rindërtonte tempullin e Jeruzalemit. Jo ta riparonte. Ta rindërtonte. Ta zgjeronte. Ta shndërronte atë shenjtërore modeste që ekzistonte që nga kthimi prej mërgimit Babilonas në diçka që bota nuk e kishte parë kurrë. Reagimi fillestar ishte mosbesim absolut. Shumë menduan se ishte pretekst për të shembur vendin e shenjtë dhe për të mos e rindërtuar kurrë. Herodi atëherë bëri një premtim, nuk do të prekte strukturat e vjetra derisa i gjithë materiali i nevojshëm të ishte i disponueshëm në kantierin e ndërtimit. Së pari do të vinte përgatitja. Vetëm pas kësaj, shembja. Dhe kështu filloi ai që do të ishte projekti më i madh i ndërtimit i shekullit të parë para Krishtit. Herodi mblodhi 10.000 nga punëtorët më të mirë të disponueshëm në rajon. Nuk mjaftonte sasia. Ai donte cilësi. Burdhvendës me përvojë, marangos të aftë, zejtar të aftë për të punuar me saktësi milimetrike. Por kishte një problem delikat, sipas ligjeve hebraike, disa zona të tempullit mund të prekeshin vetëm nga priftërinjë. Zgjidhja ishte trajnimi i 1.000 priftërinjve në artet e ndërtimit. Burra që zakonisht ja kushtonin jetën e tyre ritualeve të shenjta mësuan të prisnin gur dhe të punonin dru. Të veshur me rrobat e tyre ceremoniale, ata vetë ngritën muret e shenjtërore së brendshme. Për të transportuar gurët, Herodi mobilizoi 1.000 qere. Blloqet vinin nga guroret e vendosura pak kilometra larg Jeruzalemit. Njëra prej tyre u zbulua nga arkeologët modern pikërisht në qendër të qytetit aktual. Shenjat e prerjes janë ende atje, të stampuara në shkëmb, duke dëshmuar madhësinë absurde të gurëve të nxjerrë. Disa matnin 3 metra gjatësi me 2 gjerësi dhe 2 lartësi. Peshonin midis 2 dhe 5 ton. Por këta ishin gurët e zakonshëm. Ata të jashtëzakonshmit arrinin për masa të vështira për t'u imagjinuar. Në murin mbajtës që mbështeste platformën e tempullit, arkeologët gjetën blloqe prej 15 metrash gjatësi. Mendoni se çfarë do të thotë kjo?
15 metra është më shumë se gjerësia e një fushë basketbolli. Një gur i vetëm. Dhe pesha? Pothuajse 400 ton. Sipas specialistëve, nuk kishte asnjë gur tjetër aq të madh në asnjë ndërtim të botës antike. As në piramidat e Egjiptit. As në tempujt grek. Herodi u sigurua që tempulli i tij të ishte unik në çdo kuptim. Dhe këta gur gjigant u vendosën pa llaç. Të pothitur me saktësi aq të përsosur saqë bashkimet mezi ishin të dukshme. Prerja bëhej në gurore me vegla hekuri dhe pykadruri. Së pari, punëtorët hapnin çarje të thella rreth çdo bloku. Pastaj futnin pyka të cilat, kur lageshin, zgjeroheshin dhe çanin shkëmbin saktësisht aty ku dëshirohej. Ishte një proces i ngadaltë. Çdo gur i madh mund të kërkonte javë për t'u nxjerrë. Por Herodi nuk kishte nxitim. Kishte ambicie. Numri total i gurve të përdorur në ndërtim te i kalon çdo vlerësim të arsyeshëm. Çdo rresht i mureve mbajtëse përmbante midis 800 dhe 1000 gur, secili duke peshuar mesatarisht 4500 kg. Bëni llogarit. U deshën më shumë se 1 milion ton gur vetëm për muret mbajtëse. Kjo pa llogaritur strukturat e brendshme, oborret, kolonadat, shenjtëroren kryesore. Pesha totale e kompleksit sfidon imagjinatën. Dhe si transportoheshin këta gur? Distanca midis guroreve dhe malit të tempullit ishte afërsisht 1 kilometër. Duket pak. Por provoni të lëvizni një gur prej 400 tonësh për 1 kilometër në teren të parregullt, duke u ngjitur në një kodër, duke përdorur vetëm forcën njerëzore dhe shtazore. Qerret kishin nevojë për rrota posaçërisht të përforcuara. Rrugët duhej të niveloheshin dhe të ngjisheshin për të mbajtur peshën. Ekipe prej 10 burrash punonin së bashku për të lëvizur çdo blok gjigant, duke përdorur rampa, leva, rula druri dhe litar të trashë sa krahët e njeriu. Procesi i ngritjes ishte edhe më kompleks. Si të vendosësh një gur prej 20 tonësh në 10 metra lartësi? Inxhinierët e Herodit zhvilluan sisteme qikrikësh dhe rrotullash që shumë fishonin forcën e disponueshme. Rampa dhe u ndërtoheshin dhe pastaj hiqeshin. Skele druri cedri nga Libani mbanin punëtorët në lartësi marramendëse. Një gabim llogaritjeje, një litar që këputej, një gur që rëshiste, qindra jetë ishin në rrezik në çdo lëvizje. Sa vdiqën gjatë ndërtimit? Nuk ka regjistrime të sakta. Por në vepra të kësaj magnitude, aksidentet ishin të pashmangshme. Rënje, shtypje, kolapse të strukturave të përkohshme. Kostoja njerëzore e tempullit të Herodit sigurisht përfshinte jetë të humbura që nuk u numëruan kurrë. Vepra e parë e madhe ishte zgjerimi i vetë malit të tempullit. Platforma origjinale, e ndërtuar në kohën e Salomonit, maste afërsisht 5 hektar. Herodi vendosi ta trefishonte këtë hapësirë. Për këtë, ndërtoi mure gjigante mbajtëse në të gjitha anët e malit, duke krijuar një strukturë mbështetëse që lejonte zgjerimin e zonës së shesh në maj. Në anën perëndimore, muri ishte rreth 500 metra i gjatë. Në anën jugore, harqe gjigante dhe qemer nëntoksor formonin 4 kate mbështetëse, secili me 6 metra gjerësi dhe 6 lartësi. Ishte si të ndërtoje një mal artificial. Dhe ishte pikërisht kjo që bëri Herodi. Kur përfundoi, platforma e malit të tempullit maste 488 metra në anën perëndimore, 470 në anën lindore, 315 në veri dhe 280 në jug. Një sipërfaqe prej afërsisht 14 hektarësh. Për t'ju dhënë një ide, kjo korespondon me më shumë se 25 fusha futbolli. Ishte platforma më e madhe artificiale e botës antike. Dhe mbi të do të ngrihej kompleksi më mbresëlënës që njerëzimi kishte ndërtuar ndonjëherë për të adhuruar Perëndin. Dhe pamja e jashtme? Jozefi la përshkrime të detajuara që duken si egzagerim poetik, por ishin thjesht konstatim faktesh. Tempulli, sipas tij, ishte i tërë i mbuluar me pllaka ari aq të trasha saqë kur zbarte dita, njeriu mbetej aq i rrëmbyer nga bukuria e tij sa edhe nga rrezet e arta të diellit. Të huajve që nuk e kishin parë ende, ajo mas madhështore u dukej, nga larg, si një mal i mbuluar me borë, për shkak të gurve të bardhë të lëmuar që vishnin zonat e paruara. Çatia e shenjtërores ishte e mbjellë me maja ari të mprehta, të projektuara posaçërisht për të parandaluar që zogjit të uleshin dhe të ndotnin strukturën. Nga çdo kënd që të shikoje, tempulli shkëlqente. Në mëngjes, pasqyronte diellin lindës nga lindja.
Pasdite, kapte dritën e artë të perëndimit. Natën, në nënhënën e plot, sipërfaqet e lëmuara krijonin një shkëlqim fantazmagorik që mund të shihej kilometra larg. Për pelegrinët që i afroheshin Jeruzalemit pasditësh ose javësh udhëtimi, ai vizion ishte momenti që justifikonte të gjithë udhëtimin. Shumë binin në gjunjë. Të tjerë këndonin psalme lavdërimi. Disa thjesht qëndronin në heshtje, të paaft për të procesuar atë që shinin sytë e tyre. Por sa kohë mori e gjithë kjo? Shenjtëroria kryesore u përfundua në 18 muaj. Një afat mbresëlënës duke pasur parasysh shkallën e veprës. Megjithatë, oborret e jashtme, kolonadat, portat monumentale dhe të gjitha anekset kërkuan shumë më tepër kohë. 8 vjet më vonë, struktura bazë ishte gati. Por punimet e përfundimit vazhduan. Dhe vazhduan. Dhe vazhduan. Tempulli u përfundua zyrtarisht vetëm në vitin 64 pas Krishtit. Kjo do të thotë se ndërtimi zgjati 84 vjet. Pothuajse një shekull i tërë pune të pandërprerë. Dhe e dini çfarë është më mbresëlënëse? 6 vjet pasi u përfundua përfundimisht, tempulli u shkatërrua plotësisht. Por para se të flasim për fundin, duhet të hyjmë në të. Duhet të shohim se çfarë kishte brenda atyre mureve të bardhë që shkëlqenin si borë në distancë. Hapësira e parë që çdo vizitor gjente ishte obori i paganëve. Ishte zona e jashtme e kompleksit, e hapur për njerëz të gjitha kombeve. Nuk kishte nevojë të ishe hebre për të hyrë atje. Tregtar, udhëtar, kurioz të çdo origjine mund të ecnin nëpër atë hapësirë të pamas. Dhe e pamas është fjala e duhur. Obori zinte pjesën më të madhe të platformës, i rrethuar nga kolonada monumentale që ofronin hije dhe mbrojtje kundër diellit të pamëshirshëm të Jeruzalemit. Në anën jugore ndodhej portiku mbretëror, struktura më mbresëlënëse e të gjithë kompleksit. Flav Jozefi e përshkroi atë si diçka të pabesueshme për ata që nuk e kishin parë, dhe jashtëzakonisht mahnitse për ata që e kishin parë. Portiku formohej nga 162 kolona korintike të rreshtuara në 4 rreshta, duke krijuar 3 korridore të mbuluara. Çdo kolon ishte 14 metra e lartë dhe 1 metër e gjysmë e trashë. 3 burra të kapur dorë për dorë mezi mund të përqafonin njërin prej tyre. Tavani i korridorit qendror ishte më i lartë se ata anësor, duke krijuar një efekt madhështie që i bënte vizitorët të ndiheshin të vegjël para madhështisë së vendit. Ishte aty, në oborin i paganëve, ku ndodhte tregtia e nevojshme për funksionimin e tempullit. Këmbyesit e parave këmbenin monedha romake me monedha të Tiros, e vetmja monedhë e pranuar për taksën e tempullit. Shitësit ofronin kafshë për sakrificë, qengja, pullumba, për pelegrinët që vinin nga larg dhe nuk mund të sillnin kafshët e tyre. Zhurma ishte konstante. Lëvizja intensive. Gjatë festave të pelegrinazhit, veçanërisht Pashkës, Jeruzalemi priste midis 300 dhe 400.000 vizitorë përveç popullsisë së tij normale prej afërsisht 30.000 banorësh. Qyteti shumë fishohej në madhësi. Dhe tempulli ishte zemra rrahëse e gjithë asaj turme. Por jo të gjithë mund të shkonin përtej oborrit të paganëve. Një barierë guri, rreth 1,40 metër e lartë, shënonte kufirin përtej të cilit asnjë jo hebre nuk mund të kalonte. Në intervale të rregullta, pllaka me mbishkrime në greqisht dhe latinisht paralajmëronin, të huajt që të i kalonin atë pikë do të ishin përgjegjës për vdekjen e tyre. Nuk ishte kërcënim i kodh. Ishte ligj. Shenjtëria e hapësirës së brendshme kërkonte këtë ndarje absolute. Duke kaluar barierën, hebrejt hynin në një seri oborresh progresivisht më të kufizuar dhe më të lartë. Së pari vinte obori i grave, i quajtur kështu sepse ishte pika më e brendshme ku gratë hebreje mund të adhuronin. Dyshemeja ishte 2 metra e gjysmë mbi oborin e paganëve. 15 shkallë gjysmërrethore çonin në nivelin tjetër, oborin e Izraelit të rezervuar për burrat hebrejnë. Edhe 3 metra më lartë ndodhej obori i priftërinjve, ku vetëm pasardhësit e Aronit mund të hynin. Dhe së fundi, edhe 2 metra e gjysmë më lartë, dyshemeja e vetë shenjtërores. Në total, ndërtesa qendrore qëndronte 9 metra mbi nivelin e oborit të jashtëm. Duhej të ngjiteshe për t'u afruar me Perëndin. Si ishte të hyje në shenjtëroren e Mirfield? 12 shkallë çonin nga zona e priftërinjve deri në hyrje të ndërtesës. Portat ishin monumentale, 24 metra e gjysmë të larta me 7 metra gjerësi.
të mbuluara me pllaka ari aq të trasha saqë metali nuk përkulej në peshën e vet. 20 burra ishin të nevojshëm për t'i hapur dhe mbyllur ato çdo ditë. Kur dielli i mëngjesit godiste këto porta, pasqyrimi ishte aq intensiv saqë dukej sikur kishte zjarr në hyrje të tempullit. Duke kaluar portat, vizitori i autorizuar, vetëm priftërinjt, hynte në vendin e shenjtë. Atje ndodheshin 3 objekte të shenjta: shandani me 7 krah, i bërë prej ari të pastër, tryeza e bukëve të paraqitjes, ku 12 bukë vendoseshin çdo javë, dhe altari i Temjanit, nga ku ngrihej vazhdimisht tymi i parfumuar që përfaqësonte lutjet e popullit që ngjiteshin në qiej. Muret ishin të veshur me ar. Dyshemeja, me gur të lëmuar në modele gjeometrike. Drita që hynte nga dritaret e larta shumë fishohej në pasqyrimet e arta, duke krijuar një atmosferë që priftërinjt e përshkruanin si të qenit në praninë e dukshme të Perëndisë. Por kishte ende një vend më të shenjtë. Një vend ku pothuajse askush nuk mund të hynte. Shenjtëroria e shenjtëroreve qëndronte e ndarë nga vendi i shenjtë me një vel. Nuk ishte një perde e zakonshme. Ishte një tapiceri monumentale, e thurur me fije liri dhe leshi në ngjyrat blu, purpurt, skarlat dhe të bardhë. E qëndisur me figura kerubinësh me fije ari. Maste 18 metra lartësi me 9 gjerësi. Trashësia e saj korespondonte me pëllëmbën e një dore, midis 8 dhe 10 centimetra. Sipas traditave hebraike, veli ishte aq i rëndë dhe rezistent saqë 2 kuaj që tërhiqnin në drejtime të kundërta nuk do të mund ta grisnin. Pas atij veli ndodhej hapësira më e shenjtë e të gjithë tokës për popullin hebre. Shenjtëroria e shenjtëroreve. Vendi ku prania e Perëndisë banonte në formë të veçantë. Në tempullin e Salomonit, arka e beslidhjes qëndronte atje. Por arka ishte zhdukur shekuj më parë, kur babilonasit shkatëruan tempullin e parë. Në tempullin e Herodit, shenjtëroria e shenjtëroreve ishte bosh. Kishte vetëm një gur, gurin e themelit, që shënonte vendin e sakt ku arka duhej të pushonte. Një ngritje e vogël prej 3 gishtash lartësi tregonte pozicionin e sakt. Vetëm një person mund të hynte në shenjtëroren e shenjtëroreve. Vetëm një herë në vit. Kryeprifti, në ditën e shlyerjes, kalonte velin për të bërë shlyerjen për mëkatet e të gjithë popullit. Ishte një moment tensioni absolut. Tregohet se priftërinjt e tjerë lidhnin një litar në kyçin e këmbës së kryepriftit. Nëse ai vdiste atje brenda, sepse nuk ishte mjaftueshëm i pastruar ose për ndonjë dështim në ritual, do të ishte e mundur të tërhiqej trupi i tij pa pasur nevojë që askush tjetër të hynte. Ky sistem kufizimesh progresive, paganët jashtë, gratë deri në një pikë, burrat pak më tej, priftërinjt edhe më afër, dhe vetëm kryeprifti në vendin më të shenjtë, komunikonte një mesazh të qartë: Perëndia është i shenjtë. Afrimi me të kërkon pastrim. Kërkon dinjitet. Kërkon ndërmjetës. Por tempulli nuk ishte vetëm një vend adhurimi. Ishte gjithashtu motori ekonomik i të gjithë rajonit. Vlerësohet se kompleksi gjeneronte punësim për 18.000 njerëz. Priftërinj, levit, roja, punëtor mirëmbajtjeje, tregtar të autorizuar, punonjës administrativ. Më shumë se 7.000 priftërinj shërbenin në Palestinë, shumica e tyre në Jeruzalem, të ndarë në 24 turne që ndërroheshin në punët liturgjike. Tempulli mblidhte taksa nga hebrejt e të gjithë botës së njohur. Çdo burr hebre mbi 20 vjeç duhej të paguante çdo vit gjysmë sikli për mirëmbajtjen e shenjtërores. Me miliona hebrejnë të shpërndarë në përperandorinë romake dhe përtej saj, kjo mbledhje ishte e pamas. Thesari i tempullit funksiononte si banka më e sigurt e antikitetit. Njerëz të pasur depozitonin atje pasuritë e tyre. Ari i grumbulluar përgjatë shekujve e bënte tempullin jo vetëm një qendër fetare, por një qendër financiare me rëndësi rajonale. Ritualet e përditshme ndiqnin një rutinë të rrept që nuk ndryshonte gjatë vitit. Çdo mëngjes dhe çdo pasdite, sakrificat ofroheshin në altarin e madh që ndodhej në oborrin e priftërinjve. Altari ishte një strukturë mbresëlënëse më vete, një katror prej më shumë se 14 metrash në bazë, i ndërtuar me gur të papunuar, siç përcaktonte ligji i Mojsiut. Priftërinjt ngjiteshin përmes një rampe, kur përmes shkallëve, për të kryer ofertat. Era e mishit të djegur dhe Temjanit ishte konstante. Tingulli i borive prej argjendi shënonte momentet kryesore të ceremonive. Levitët këndonin psalme në kore që ushtonin nëpër strukturat prej guri. Për ata që ishin atje, përvoja përfshinte të gjitha shisat. Nuk ishte vetëm vizuale. Ishte dëgjimore, nuhatëse, prekëse.
Ishte një zhytje e plot në praninë e të shenjtës. Gjatë 3 festave të mëdha të pelegrinazhit, Pashkës, Rëshajave dhe Tabernakujve, ritmi intensifikohej në mënyrë dramatike. Në Pashkë, qengjat sakrifikoheshin në sasi që sfidon imagjinatën. Regjistrimet tregojnë se në një Pashkë të vetme u sakrifikuan më shumë se 250.000 kafshë. Kjo do të thotë mijëra sakrifika në orë. Lumejnë gjaku rridhnin nëpër kanale të projektuara posaçërisht për të kulluar altarin. Ajri bëhej i dendur me tymë dhe aromë mishi të pjekur. Çdo familje që vinte për Pashkë sillte ose blinte në vend qengjin e saj. Etërit e familjeve hynin në oborret e brendshme me kafshën, asistonin në sakrificën e kryer nga priftërinjt dhe merrnin mishin mbrapsht për t'u pjekur dhe konsumuar në vaktin e Pashkës. Ishte një sistem logjistik me kompleksitet mbresëlënës, i përsëritur vit pas viti, brez pas brezi. Dhe kishte gjithashtu dimensionin politik. Herodi ndërtoi fortesën Antonia në këndin veriperëndimor të kompleksit, të lidhur drejt për drejt me malin e tempullit. Nga atje, ushtarët romak mund të vëzhgonin gjithçka që ndodhte në oborre. Në kohë festash, kur qindra mijëra pelegrin grumbulloheshin, tensioni ishte konstant. Çdo shkëndi mund të shndërrohej në revolt. Guvernatori romak, i cili zakonisht banonte në Cezaren Maritima, ngjitej në Jeruzalem gjatë festave kryesore për të mbikëqyrur personalisht situatën. Ishte në këtë kontekst që Jezusi i Nazaretit eci nëpër oborret e tempullit. Ishte aty ku ai mësoi turmat në kolonada. Ishte aty ku ai përmbysi tryezat e këmbyesve të parave dhe dëboi shitësit e kafshëve, duke deklaruar se e kishin shndërruar shtëpinë e lutjes në shpellë kusarësh. Dhe ishte mbi atë tempull madhështor që ai bëri një profeci shqetësuese. Dishepujt e tij, të impresionuar nga madhështia e ndërtimeve, i tërhoqën vëmendjen mbi madhësinë e gurëve dhe bukurinë e ndërtesave. Jezusi u përgjigj me fjalë që duhet të kenë tingëlluar absurde në atë moment, nuk do të mbetet këtu gur mbi gur pa u rrëzuar. Si mund të imagjinonte dikush se ajo strukturë monumentale, e ndërtuar për të zgjatur përjetësisht, do të shkatërrohej plotësisht? 40 vjet më vonë, profecia u përmbush. Në vitin 66 pas Krishtit, hebrejt u revoltuan kundër Romës. Tensioni që vlonte prej dekadash më në fund shpërtheu. Guvernatori Gesius Florus kishte plaçkitur thesarin e tempullit dhe përgjigjja ishte e dhunshme. Rebelët morën Jeruzalemin. Një legjion romak u mund dhe u poshtërua. Roma nuk mund të lejonte që kjo të mbetej pa përgjigje. Perandori Nero dërgoi generalin e tij më të mirë, Vespasianin, për të shtypur revoltën. Me djalin e tij Titin në krah, Vespasiani filloi të ripushtonte rajonin qytet pas qyteti, fortesë pas fortese. Por para se të përfundonte misionin, Nero vdiq dhe perandoria u zhyt në luftë civile. Vespasiani përfundoi duke u bërë perandor dhe u kthye në Rom, duke lënë Titin për të përfunduar punën. Në prill të vitit 70, Titi arriti në portat e Jeruzalemit me 4 legjione të plota, përveç trupave ndihmëse. Rreth 50.000 ushtar rrethuan qytetin. Dhe brenda mureve, situata ishte kaotike. Faksione rivale hebraike luftonin midis tyre për kontroll, duke shkatëruar rezervat e ushqimit, duke vrarë njëri tjetrin ndërsa armiku afrohej. Ishte sikur qyteti ishte i vendosur të vetë shkatërohej para se romakët të hynin. Rrethimi zgjati muaj. Uria u bë dëshpëruese. Njerëzit vdisnin me mijëra nëpër rrugë. Trupat grumbulloheshin pa u varrosur. Raportet e kohës përshkruajnë skena që duken të pamundura për t'u besuar. Një grua e pasur, duke pasur humbur gjithçka nga plaçkitësit e brendshëm, vrau dhe hëngri djalin e saj. Kur era tërhoqi vëmendjen e të uriturve të tjerë, ajo ofroi atyre atë që kishte mbetur. Ata që tentonin të iknin përballeshin me një fat një lloj të tmerrshëm. Ushtarët romak kapnin dezertorët dhe i kryqëzonin në pamje të mureve të qytetit 500 në ditë në periudha të caktuara. Numri i kryqeve ishte aq i madh sa që mungonte druri. Mungonte hapësira. Lugina rreth Jeruzalemit u shndërrua në një pyll trupash të varur, një paralajmërim makabër për çdo që konsideronte dorëzimin. Brenda mureve, çmenduria u instalua. Profetë të rem predikonin se Perëndia do të dërgonte çlirim mrekullibërës. Se muret nuk do të shembeshin kurrë. Se tempulli ishte i pashkatërueshëm. 6.000 njerëz u strehuan në një portik të oborrit të paganëve, të bindur nga një prej këtyre profetëve se atje do të gjenin shpëtim. Romakët i vunë zjarrin strukturës.
Të gjithë vdiqën. Mbrojtja e Jeruzalemit ishte formidabile. 3 mure koncentrike mbronin qytetin. Gurët ishin vendosur në shtresa të shumta, duke u rezistuar goditjeve të deshve romak. Një nga portat e tempullit, e bërë tërësisht prej bronzi masiv, ishte aq e rëndë saqë 20 burra të fortë ishin të nevojshëm për ta lëvizur. Duke e pamundur që ajo mbrojtje të binte. Por romakët ishin të durueshëm dhe të pamëshirshëm. Makineritë e rrethimit goditnin vazhdimisht kundër mureve. Rampa dhe u ndërtoheshin për të lejuar aksesin në pjesët më të larta. Tunele gërmoheshin nën themele. Kur hebrejt shkatëronin një rampë ose desh, romakët ndërtonin një tjetër. Dhe një tjetër. Dhe një tjetër. Disiplina ushtarake romake nuk njihte dorëzim. Titi, sipas Flav Josefit, donte ta ruante tempullin. Shite në të një kryevepër që duhej të zbukuronte perandorin, jo të shkatërohej. Vazhdimisht ofroi kushte dorëzimi. Vazhdimisht u refuzua. Mbrojtësit preferonin të vdisnin duke luftuar sesa të dorëzoheshin. Kur romakët më në fund çan muret dhe arritën në malin e tempullit, betejë ishte e egër. 4 përleshje ndodhen para se sulmuesit të siguronin një pozicion të fortë. Dhe pastaj, në mes të kaosit, një ushtar romak bëri diçka që do të ndryshonte historinë përgjithmonë. Pa urdhër të drejtë për drejtë, i ngritur mbi shpatullat e një shoku, ai hodhi një copë druri në flak përmes një dritareje të ardhë. Zjarri filloi të përhapej. Titi vrapoi në vend ngjarje duke bërtitur që të fiknin flakët. Por ushtarët e tij nuk dëgjuan, ose nuk deshën të dëgjonin. Tërbimi i muajve të rrethimit, zemërimi i grumbulluar, premtimi për plaçkitje, gjithçka kombinohej për ta bërë zjarrin të pashmangshëm. Tempulli u dogj. Pllakat e arit u shkrin dhe rodhen midis gurëve. Ushtarët çmontuan blloqe të tëra duke kërkuar të mblidhnin metalin e çmuar që kishte depërtuar në çarje. Kolonadat u shembën. Oborret u shndërruan në prush. Veli që ndante të shenjtën nga shenjtërorja e shenjtëroreve u konsumua. Në pak orë, struktura që kishte kërkuar 84 vjet për të ndërtuar u bë hi dhe rënoi. Ishte dita e 9 e muajit Av në kalendarin hebraik. E njëjta ditë në të cilën 656 vjet më parë, tempulli i parë ishte shkatëruar nga Nabukodonosori. Koincidenca ose providenca nuk kaloi pa u vënë re. Flav Josefi regjistroi numra që duken të egzageruar, por që japin dimensionin e katastrofës, më shumë se 1 milion të vdekur gjatë rrethimit dhe shkatërimit. 100.000 të shitur si sklever. Çmimi i arit në Siri ra për gjysmë për shkak të sasisë së metalit të plaçkitur nga tempulli. Thesaret e shenjta, shandani me 7 krah, tryeza e bukëve të paraqitjes, borit prej argjendi, u dërguan në Rom dhe u ekspozuan në parakalimin triumfal të Titit. Edhe sot, harku i Titit në Rom tregon relieve të këtij kortezhi me ushtarë që mbajnë plaçkën e tempullit. Të mbjetuarit u shpërndan. Disa shkuan në Egjipt. Të tjerë në Azinë e vogël. Disa arritën deri në Arabi duke u vendosur në qytete si Medina, ku komunitetet e tyre do të qëndronin për shekuj. Diaspora hebraike që ekzistonte që para shkatërimit u intensifikua në mënyrë dramatike. Një popull i tërë u shkul nga toka e tij dhe u shpërnda në të 4 anët e botës së njohur. Dhe çfarë mbeti në Jeruzalem? Rënoja që nxirrnin tym. Gur të nxirr. Era e vdekjes që nuk shpërndahej. Titi la vetëm 3 kulla të fortesës së Herodit në këmbë, si dëshmi e madhështisë së asaj që ishte pushtuar. Pjesa tjetër u rrafshua deri në themele. Profecia e Jezusit u përmbush fjalë për fjalë. Nuk mbeti gur mbi gur. Por kishte diçka tjetër që Jezusi kishte thënë. Diçka që lidhte vdekjen e tij me fatin e tempullit. Në momentin e saktë kur Jezusi vdiq në kryq, ungjit regjistrojnë se veli i tempullit u gris në 2 pjesë, nga lart poshtë. Ajo pëllur e pamas, 18 metra e lartë, që 2 kuaj nuk do të mund ta grisnin, u nda nga lart poshtë. Jo nga poshtë lart, siç do të ndodhte po të ishte vepër njerëzore. Nga lart poshtë. Nga qielli drejt tokës. Çfarë do të thoshte kjo? Veli përfaqësonte ndarjen midis Perëndisë dhe njerëzve. Simbolizonte se aksesi në praninë hyjnore ishte i kufizuar, i ndërmjetësuar, i disponueshëm vetëm për pak njerëz në momente specifike. Kur Jezusi vdiq, ai vel u gris. Bariera ra. Rruga u hap.
Letra drejtuar hebrejve shpjegon se Krishti hyri në shenjtëroren e shenjtëroreve të vërtet, jo atë të bërë nga duart e njerëzve në Jeruzalem, por në vetë qiellin. Ai u bë kryeprifti i përjetshëm që kaloi velin një herë e përgjithmonë, jo me gjak kafshësh, por me gjakun e tij. Dhe duke bërë këtë, hapi rrugën që çdo person në çdo vend të mund t'i afrohej Perëndisë drejt për drejt. Tempulli prej guri dhe ari tregonte drejt këtij realiteti. Ishte hije e asaj që do të vinte. Kur realiteti erdhi, hija humbi funksionin e saj. 40 vjet pas vdekjes së Jezusit, tempulli fizik u shkatërrua. Jo rastësisht. Jo nga teka e historisë. Por sepse qëllimi i tij ishte përmbushur. Ajo që ai përfaqësonte tani ekzistonte në formë të plotë dhe të përhershme në Krishtin. Sot, kush viziton Jeruzalemin gjen vetëm murin perëndimor, një mur mbajtës që as nuk ishte pjesë e tempullit origjinal. Është vetëm strukturë mbështetëse e platformës. Megjithatë, miliona njerëz prekin ata gur çdo vit. Lën letra në përçarje. Luten në heshtje. Qajnë para asaj që mbeti. Por tempulli i vërtet nuk është më në Jeruzalem. Apostulli Paul shkroi se trupat e atyre që besojnë në Krisht janë tempuj të frymës së shenjtë. Prania e Perëndisë që më parë banonte në një vend të vetëm në tokë, i aksesueshëm vetëm përmes ritualeve dhe ndërmjetësve, tani banon në njerëz. Në miliona njerëz. Të shpërndarë në të gjithë botën. Tempulli i Herodit u konsiderua mrekullia e tetë e botës antike. Bukuria e tij ishte e pakrahasueshme. Shkalla e tij pa precedent. Shkatërimi i tij shkatërues. Por ajo që ai përfaqësonte mbetet. Jo në gur. Në njerëz. Dhe kjo është një mrekulli që asnjë ushtri nuk mund ta shkatërrojë. 2000 vjet kanë kaluar që kur flakët konsumuan ata gur të bardhë dhe arin e shkrirë. Perandori lindën dhe ran. Jeruzalemi u pushtua dhe u ripushtua 10 herë. Vendi ku tempulli ngrihej sot strehon struktura të një tjetër feje. Por kujtesa mbetet. Dhe më shumë se kujtesa, mbetet realiteti shpirtëror që tempulli vetëm e paralajmëronte, aksesi i lirë dhe i drejt për drejt te Perëndia, i fituar jo nga ndërtimet njerëzore, por nga sakrifica e përsosur e Krishtit. Kush sheh gurët e vjetër të murit perëndimor sheh vetëm rënoja. Kush kupton kuptimin sheh premtimin e përmbushur.